Në këtë episod të Fantastic Albania shkova në veriun e bukur të Shqipërisë, pikërisht në Klos. Aty luajta bilardo me Osmanin dhe Hajredinin, ujita lulet e bashkisë së Klosit, mësova të saldoja për herë të parë, zbulova fletoren e borxheve që nga viti 2013, dhe mësova historinë frymëzuese të një punëtori miniere i cili kishte 40 vite që punonte nën tokë. Çfarë ndodhi tjetër në Klos? Zbulojeni tani. Të bukur, si që shikoni jam i rrethuar nga malet dhe besoj e kuptoni që jam në veri të Shqipërisë. Cili do t'jetë ai vend, do t'jetë Klosi. Unë qëndroj në këtë urë shumë të lartë, këtu nuk e di se sa metra lart jam. Nuk kam fryt nga lartësi sepse unë jam mësuar me këtë sukses, siç është dhe suksesi i këtij programi. Kështu që shkojmë në Klos të shohim cila do jetë aventura e radhës. Tani këtu po shikoj që është një bilardo dhe po luajnë disa persona, më saktë 2 burra, shohim se a do pranojnë të luajnë me mua apo jo. Zotërin, si jeni? Më fal që unë do preva lojën. Po luani bilardo apo jo? Bilardo. Për ditë sa herë? Pensionista jena ne. Pensionista, ju si quheni? Osman Jahja. Po ju? Hajredin Topolli. Ju të dy tani jeni shok? Po. Shok. Për sa vitesh? Aha, Fëmijë. Fëmijërie? çish vegjël. Qa punë keni punuar në rinin tuaj? Qa Unë profesione? kam punuar në minjer. Në minjer? Po. Po ju? Minjer në hidrolik, në qytet. Kohën e lirë tani në pleqëri si e kaloni? Të lyt ke janë bilardo, gale Bilardo, kafe ne. Ju të dy jeni zënë ndonjëherë apo keni shkuar? Jo, shumë? jo. Historikisht jo. Ja, Historikisht? Asnjëherë nuk keni zënë? ja, si në zë. Kemi shok vjetër. Tani ti e pi ke duhanin, ky se pi? Po, pi. E pi unë. Fort me drellë. E pi me të dredhme ky. Tani te loja kush po fitonte? Për zotin, ja. Apo sa e nisët? Lënë e parë kam marrë une. Okej, hajde vazhdoni tani luani, që Ditën shoh pak ndërmoro. të bëj unë komentatorin. Godet Osmani. Topin e ka Hajredini. Ec! Jo! Tani e po matët për gjuajtjen e ty të dytë. Ishte shumë afër, por jo. Na u bashkua dhe një publik. Bravo! Osmani, shënon. Ja, kështu luhet Birlardo, dhe për gjithë shikuesit. Ue! Për pak, Osman, për pak. Ja. Osmani shpallet fituesi, pritet të ngre dorën. Fitues Osmani, lojës me bilardo. Pas intervistave që bëra me zotrin, tani dua të intervistoj një grua dhe po kërkoj vërdall të shoh vetëm lule dhe një zonjë e cila po i ujit ato. Të shohim nëse ajo do prononcohet për Fantastic Albania. Si jeni zonjë? Si kaloni? Mirë, faleminderit. Po ju Si quheni? Bafie. Ju kujdeseni, jeni zonja e luleve këtu Po, në Klos? po. E keni pasion lulet? Po. Kam shumë me qef, i kam pasion, punoj me të. Si kujdesesh për to, përveç se i vadit? I vjen në kohën që vihen, vaditen, prashiten. Cila është lulja jote preferuar nga gjithë këto këtu? Nga të gjitha këto këtu, të gjitha lulet të preferurat janë, po më të preferurat janë kjo e bardha, e kuqja, dhe është një tjetër aty roz. Tani do më mësosh dhe mua pak si të vadis lulet? Po tjetër, ja, Hajde, tani duhet ta bësh kështu të butë apo ta bësh të fortë? Bu që mos i prishish. Të butë, si një shi. Si një shi ti ike, si një shi ti ike. A i këndon luleve? Ka në i këngë për lulet? Lulet ka këngë sa të ditë, po. Apo nuk e dhe?
Ha, po i vadis mirë. Po, për parë. Po normal, bëj kohë si qytetarun, po dhe unë nga fshati jam. Për parë mirë. Qa ke bërë? Shikoj që ke bërë pazar. Qa ke blerë? Kom lejtë të gjerë. Të nxera? Të di qumë. Qontët. Po Kom këtu? lejtë me boturshi. Me turshi, ë? Këta për plakë se kom më lejtë. Sa ka të smu. Tani, turshit i qanë. Po, Me qa bën turshi? Domate, Domate. speca. Tani vjen sezoni i dimrit tani. Po, me përgatit për dime. Unë jam shumë kurios të di, ti burrin tënd me mbledhëri e ke njohur? Me shprehësi? Po. Si të ka rezultuar? Ka Ishte- dalë burri mirë? I përsos. Po si ka mundësi që të gjithë që takohen me mbledhëri Ashtë janë shumë të të mirë? më thonë në mu. Si, Ha. nuk ka moj me një loft keq një, e një shome, e një straf me një. Për 50 vjetë si jo mardu. Gjithë ka shkuar mirë. Po një debatë keni bërë, jo pse e vesh kështu e pse po dele, ku po shkon. Keni bërë debate të vogla. Pa i thot, hish në lërën flokët, do së hekë si unë. Qa thot? Hish këta, napën, shamin. Dhe në lërën flokët, unë strejë, se më shtu më pëlqe. Me i thot si dush. Po tani për brezin e ri që Një njihen kështu, qa mendon ti këto që njihen vetë, brezi i ri? Po me, më mirë se një e vetë, se nështë e ka ardhë koha. A shkoha, ha? Koha, si mas Duhet i koha. përshtat të shkohës. Si mas kohës dëshkë një zonjë. Si mas kohës dëshkë një. Po cili është sekreti për të pasur një lidhje të gjatë dashurie me burrin? Cili është një mesazh që duhet japësh gjithë grave? Si duhet Ka sillen dhe gratë? se bashkëtoj një, shohin me i sesin një tjetër me i, si janë, atëherë e vendosin. Ka Pra- dalë me bashkëtimin. Është me bashkëtim. Me bashkëtes të hen, gjudisë me. Po në burin nuk do të prasin besë. Nuk duhet të presi burrin Jo, besë. nuk Po dhe besën që do jemi bashkë gjithë jetën, duhet Po, qesh. nuk do të prasin besë. Se për ka se bashkëtojnë, a le me fëmi, në qa heke mërë, gjëno, so fëmi non anaja. Pa, e vërtet. A e e ka vërtet. besu, te e len ru. E po ja, të rinë sot s'para i besohen. Se të ndrojnë sa me një. Duan të provojnë sa më Qështë shumë. që shkësh lullëm, nuk zëven. Nuk zëvën lullën lula. Ja. Do të mash një lullën në të zëjshven. Një lule. Tani këtu më zuri syri një punishte ku po shikoja njerëz që po saldonin gjëra dhe të shoh, në qoftë se do më mirëpresin dhe pse jo, të saldoj dhe unë për herë të parë. Si jeni? Si kaloni? Më falë të ndëpreva, ishe duke punuar? Si keni punë juve? Mirë, ne kemi ardhur për të parë klosin dhe dua të di tani, ky është biznesi jot, punishtja jote? Sa vite ke këtu? Ka 30 vite, po në saldator. Saldator, a? Është punë e vështirë? Unë e mësume dhe, se kom Je rëbet. mësuar, a? A ke fituar shumë lek nga kjo puna? Po pa tjetër për disa pëndim. Për deri sa e vazhdon? Po ti është jetesa këtu në klos. Po më përgjithsi, mirë, përgjithsi. Si janë njerëzit, a janë xheloz për shembull për ty që ke një biznes, ke para, ke sukses? Jo, nuk janë, nuk janë. Nuk janë, Po a? më përgjithsi ka, se janë gjithë për vetë. Po kështu, për njerëzit që kërkojnë gjëra, i jep kështu borxh? Ke fletore Sa borxhi? dush, pa fund. Edhe ti këtu? Dhe ju vazhdoni me borxhe? Sa dush. E ke fletoren këtu? Është poshtë, Është kam poshtë. Tani do mësosh më pak të saldoj? Pa tjetër. Mund ta provoj unë? Pa tjetër. Tani, si ta përdor unë këta? Ja kështu. Oh! Thjesht e prek? Po shtyp gjëti aty? Asnjë gjë nuk shtyp, ore. Po prit pra. Tjetër. Gati. Gati. Zonja dhe zotrinj, ky është Fatosullo duke saldatuar për herë të parë në jetën e vet. Prit. Tani të prek kot në kot. Kot në kot. Shpute dhe vede prapë. Se kanë gjenë. Shpute, vesh lujem da. Qa ndodhi, more? Pas 3 shik, e se pra. Nga shpot gjithë, kalon metal muaj. Prapë ngeni. Du ta shkrepësh në mësore. Shu. E kuptoj kështu. Ah, jo drejt. E kuptova, ja. Gati? Maj taku se vazhdo vete. Maj taku dhe shkrije dhe për shkrije. Sa bukur. Por jo për ta bërë çdo ditë. Shpresoj që mos ju kem prish punë te kjo, a? Tani do shkoj te ky marketi për të parë nëse e kanë ato fletoren e borxheve apo jo që është bërë tradit në Fantastic Albania. Këto janë bërshë të vjetra. Këto janë borxhet e vjetra.
Aq vjetra sa që kanë ngris faqet. Sa vjetra si qysh? Këto janë me të reja apo me të vjetra? Pret. Çto janë? Pas edhe me euro. Sa janë të këtij viti? 2013? Ke borxhe që nga 2013-a? Ato është për 20 vjet, është. Po si ka mundsi? Si ka mos i? 34 milion e 500. 34 milion e 500. Data 13 shtator 2025. Mos e filmova. Ka dhe fukaren që i bin. I bin. Fukara i bi për herë. Fukara i bie për I herë. bie, fukara. Ai që ka lek, Ai si thot ka lek, hasë. I merr sot, nuk i kam thysh, më ja i kam erë. Po të vini natë kur shef shumë që ato kanë borxhet e ty dhe shef me makina të mira, me veshje. Dhe makinat, po ku morin ball për ball. Ai më kalin nuk tu me ushqim ndër. Shi, marrin të tjetri, zvind marrin të ty. Marrin të tjetri borxh dhe të tjetri borxh marrin, mos kujton se i paguajnë. Po ja borxh. Personi i fundit që takova në Klos ishte një zotëri i cili kishte 40 vite që punonte në minier. Ju sa vjeç jeni? Unë jam 82. Ke jetuar gjithë jetën tënde këtu? 40. 40 vite. Çfarë profesioni keni bërë? Minier punëtor. Minier? Po. A ka qenë e vështirë se më duket Mjaft, shumë, po, mjaft. më duket profesioni më i vështirë. Më i vështirë. 7% më i vështirë. A ja ka vlejtur, a ke bërë ti lek duke qenë Lek, duke jo punuar në lek, minier? mesh me lek sa më hër buk. Sa me të hëngër bukë. Po. Pak më shumë se vende tjera, po e nevojë më shumë, edhe lek. Më shumë pak. Cila po ka pak- qenë, çka ka një ditë për shembull që ka ndodhur në një gjë që e man mend ti në një histori që mund na tregosh në minier, Po. në një gjë që ke rrezikuar dhe jetën, ose ku ta di unë. Fortunat. Shumë më se ne kishim emrin në Krës. Por ne të rishim 1600 metra mbi nivelin e detit. Mbi nivelin Moj e qatë i detit. moli. Po. Mera me men. Koha ose dimri e asaj kohe këtu ishte bora. Edhe do ta shosh. Punoni dhe Nuk në shkosh- borë. Po, nuk dëshë me ditë. S'pyet se fare. Desa të shoshim aty. Pastaj si të hudh çemrën dhe ishte tjetër punë. Ti a ke fëmijë? Kam di fëmijë. Djem apo vajza? Vajza. Vajza të dyja. Vajza, Është e di shumë vërtetë. mira. Kush ka vajza botën ka? Kështu thohet. Edhe kështu ishte vërtet. Është e vërtetë? Po. A je bërë Sot, për sot, jo dikur, po për sot. A kujdesen vajzat për ty, të Mjaft. telefonojnë? Mjaft. Ke këtu apo jashtë? Jo kam jashtë, jo kam këtu. Shumë mirë bile. Shumë mirë bile, s'jam pishmon fare. Tani je ti vetëm me gruan Vetëm në me shtëpi. Po. E ke shpinë këtu afër Tu, apo larg? kjo, Tani, palati këtu. që të vërtetosh që njerëzit në Klos janë mikpritës, do më mikpresësh mua në shtëpi? Po, hajde blezër. Hajde shkojmë tani. Unë Ka bë pallati i parë në Klos. pallati i parë në Klos. Kjo është. Po shkelim në pallatin e parë në Klos, imagjino. Hajde. Disa erdhën. Mirë se të gjeta. Ishte gjithë në vendim. Po, shtëpi e bukur. E bukur. Vete ke bërë të gjitha? Të kanë ndihmuar vajzat? Vajzat tani. Edhe vetë pak se në krahasim me ato tjerit, më është çik para më shumë se ishte specialist. Po. A gëzoje ti Të këtë shihem famën pension. e të qenit një specialist në zonë? A ishe i respektuar nga Po, banorët e Klosit? Po, njefin të gjithë. Të njohin të gjithë. Njefin të gjithë se në atë kohë edhe i ri, edhe më tërhiqte senati. Po e kanë fjalën Shumë i E teksa po pafër, flistim dhe po bënim muhabet, pa pritur bie zila telefoni dhe ishte vajza e tij. Kush është? Gotan. Goca? Thua jam në intervistë, e hapja dhe thua jam në intervistë, tuaj. Mi mëgjes, o gënd. Jam një intervist në kanal sa shok. Me. Ase falim mrapa. Hajt, miro pafsh. Vajza që jeton këtu ishte apo vajza Jo, e jashtë? tjetra. A shkruan shpesh me atë, flisni shpesh? Për ditë. Për ditë? A Po, jeni bërë gjyshër, besoj? Po. Për vajzën, a ke bërë dasëm? Po, njënën po, njënën një. Dasëm si e bërë si pas traditës apo kështu moderne? Ja, si mas traditës, shumë heret e po. Si është tradita që vjen djali e merë këtu? Po, vinë këtu ata, si tradita e shqiptarve. Po
Po vajza njohu vetë burrin apo ishte me Po vetë mbledhëri? njohi, po unë Ti dhe, vendosa, okay. unë vendosa. Si vendosë ti, e pe kështu si ka lup? Jo, O, po, ishte pyte. këtu. Ishte nga zona. Ishte këtu nga zona. Po jo nga ana ime, po ishte nga zona këtu. Nga zona këtu. Edhe e studiove ti. Unë mundoha pa ata këshin marru. Kishin marrë punë? Tani një vështirësi që ti ke kaluar gjatë punës që mund na e tregosh. Ku ta di unë që ke ecur shumë ose je lodhur fizikisht, cila ka qenë? Me vështirë ka qenë Thekna e Martaneshit. Ishte shumë larg. Bëshim rrugë 6 orë. 6 orë rrugë. Rrugë për shku ose për tar. Në kam? Në kam. Vërtet? Ka pas rrugë makinë, ja. Në kam. Aha, me makinë. Në karrocerien e qushim luksoze. Mega luksus. Po kështë makina atëherë. 6 orë me shku. Pa mendon që kjo të ka forcuar më shumë tani dhe e ke fizikun më të mirë? Mund thëmë po unë kam vështërsi, kam pas një rast që unë hika në Bulqiz, nga Thekna, për të po një pjesë këmbimi. Për atje, shkova, erdha në Bulqiz, shkova, ku shkova që e humor rrugën. Humbe rrugën. Në një vend që i thote qeni sope, u thote, u quta i veni aty, Po. me nosha, se kësha në shumë kohë, që në një millësyt, Edhe hik dënë që se ishte shkurt pak. Po. Po 1 kilometra, 1 kilometra e gjysë, aje pjesa. Pastaj do dishen se këtu, s'kishe ku me shku, të bishe në sektorat që poshtë. Bora drejtë. Shtyllet e tensionit nërë, vetëm me izolator të dukshin. Vetëm me izolator dukeshin. Edhe ati të rabor shumë, më lutën, se kështë sektore, të sa pa të fillu, pa, jo, dëshkoj që se do detyra. Shkova, e huma rrugën dhe se gjithë, 8 orë në rrugë. Po sa të desh pastaj për ta gjetur? Pastaj aty ishte një stacion pompimi, për gjeologjin, u qute atëre, që u qute ujë sondave, shumë, ke liqeni. Era atë unë heka pa vetë dije, rash atje, para ta quna, njifshin. Po ti këtu, thash, se di sa ka humër. E kësha humër këtë. Edhe neta aty, mishte fiksun të rumë pastaj, edhe a energjegja saj koha, da e shqoj si ta dush, dhe shkosha pa qetë. Mishte fiksun të rumë dhe shkoj. Me lutën e që një sektor qëtë rrisht, tashet, pishat, tushë, dëshin shumë jeshtë. Se unë isha pak si me... Pak si më i njëri. Më i njëri në ata. Dua të di pak për raportin tënd me gruan, si jeni njohur ju të dy? Si asaj kohë, me shkojsi. E ke parë vetëm ditën e dasmës? Po. Ata kohë shumë, ai kjo s'ka dëgjohë. S'ka dëgjë gruaja. Ja, se të kush jam unës, po. Po si rezultoj mirë? Rezultoj shumë mirë, e kam kalu jashtëzakonisht mirë. Në një debat për çfarë ziheshit më shpesh? Absolutisht. Për punën, për Ska fëmijët. shqiptar që se ka bëjnë debat me Po gruan. patjetër, prandaj po të pyes unë. Jo, po s'ka, debate pune, debate kështu, po asnjë gjë tepër. Nuk thot për shembull pse dole sot me shokët në kafe, Po, kishte qëndruar me mua. Absolutisht, ja. Jeta nuk është bërë. Tani ti më the që të njohin të gjithë këtu dhe ke shumë fansa. A vin të kërkojnë foto? Apo nuk e arritur atë niveli? Ja, nuk e arritur. Niveli ata punëtor me njëre, njerëz shumë mirë, njerëz shumë mirë, mu mirëshin, sepse ata, për shembull, aty ku punosh ishin 500 punëtor. Unë i njifsha si si fytyrë, po nuk e mosha me në gjithë. Ata ishim veçantë. Pa, ti ishe drejtuesi. Tani më bën përshtypje, dua të di si ngroheni ju këtu në klasë, duhet bësh shumë ftohtë në dimër apo jo? Po. Pas keni stop kështu, stop me gas. Stop me gas. Stop me korrent, kondicioner. 3? Nuk i nes 3. Si nes 3? Si më situatë. Stop druri keni pas? Po, kemi pas, po. Po pse keni heq? Pa kemi heqë të shi në dipleq. Unë jam 80 vjeç, gruaja 73. Duhet bësh dru. Po, ka më shumë punë dhe përkushtim. Nuk ka këtu me t'i bot gashme,
do t'i bësh vetë, t'i presish, t'i bish, Po. 4-4, tash na s'kemi fuqi më. Dhe keni marrë një me gaz, një me korrent dhe Ja, kondicioneri. thamë se quajmë me kërë se kesh, ma kanë dhënë kështu sa për... Kush ta dha dhurat? Ai, dhëndri. Dhëndri, ja? Po, po ta të Pas këtë mirë dhëndrin ti. Një më shumë. Shumë faleminderit. Ju si shkoni me zotrin? A shkon zotria një komshi mirë? Ai mirë. Keni pas ndonjëherë probleme me ku ta di unë? Si s'ke ujë tjera, si s'ke. Marrë si. 3 orë në ditë. 3 orë në ditë, Që po. dhe vesh me plakët je. Po, po, të s'kam që bëj, Jo. Po ka të qerë, në ftesin për pjës, një për mu. S'keni bërë ndonjëherë debat me njëri tjetrin, keni shkuar gjithmonë mirë? Me këta? Me këta. Si me vllaj. Si me vllajin thot ky. Bile ma mirë se me vllajnë kam net shumë pak. Është e vërtet? Po, disa 6 vjeçëri, dera e kisha shpinë. E konfirmon, është e vërtet. Po qëndroj në urën e Vashës, në këtë urë e cila thuhet që është ndërtuar në shekullin e 18 dhe jam i rrethuar nga kodra dhe male fantastike, lumi mat, pra është një bukuri natyrore që ju duhet ta vizitoni patjetër. Dhe nga ky episod mësuam që në Klos, me thënë të drejtë, nuk është se kanë ndonjë jetë shumë të gjallë, njerëzit merren me punët e tyre, s'para përzdiejnë me njëri tjetrin, kanë borxha ama këtë gjë mësuam nga zonja e marketit, por gjithsesi unë do ta mbyll si çdo episod me këtë shprehjen që ndonjëherë lumturia gjendet edhe në gjëra të vogla, si puna e kësaj ure. Pacim.